Korani, një prej simboleve të Pogradecit dhe një prej pasurive më të çmuara të liçenit të Ohrit, vijon të jetë në qendër të përpjekjeve për ruajtjen dhe shtimin e kësaj specieje. Për të disatin vite radhazi, në pjesën shqiptare të liçenit u hodhën rreth 2 milion rasat Korani, në një proces që synon të garantojë vijimsinë e kësaj specieje dhe të mbështesë njëkohësisht aktivitetin e peshkimit. Sipas peshkatarëve, rezultatet e këtyre viteve kanë qenë pozitive, ndërsa rritja e kapjeve shihet si një tregues se Korani po shtohet në liçen. Krahas mbrojtjes së resurseve të liçenit, Pogradeci vijon të ruajë edhe traditën e gatimit të Koranit, nga tava tradicionale deri te gatimit në skar, duke e kthyer këtë peshk në një element të rëndësishëm të identitetit dhe gastronomisë së qytetit. Kryetari i shoqatës së peshkimit, Martin Jaçe, thotë se hedhja e rasatit është tashmë një proces i konsoliduar, ndërsa mbijetesa e tij një liçen vlerësohet e lartë. Sipas tij, rezultatet janë reflektuar edhe në sasinë e peshkut të kapur nga peshkatarët, ndërsa respektimi i rregullave dhe lufta ndaj peshkimit të palikshëm mbeten faktor të rëndësishëm për ruajtjen e Koranit. Ky vit është viti 4 ose 5 radhazi, që në liçenin e Ohrit idhen afërsisht 2 milion rasat Korani çdo vit. Ky rasat i stabilizuar, edhe mbijetesa në liçen e ka shumë të lartë. Edhe këto janë një pozitivitet për liçenin, sepse ka mbajtur liçenin në ato në vlerat të stabilizuese, domethënë që ka pasur Koran, edhe e gjuajmë edhe e shtojmë liçenin me rasat Korani. Edhe e rasatit ka dhënë rezultat pozitiv në kapjen e peshkut, sepse duket nga viti në vit Korani është në shtesë. Domethënë duke edhe zbatuar ato rregullat e gjuetisë, duke minimizuar gjuetën e paligjshme, duke eliminuar të gjithë paligjshmëritë që mund ta dëmtojë këtë lloj peshkimi ose Koranin, Korani është në shtesë. Falë edhe rasatit, falë edhe bashkëpunimit që kemi pasur nga peshkatarët e organizatës së peshkimit, si dhe institucionet e tjera ligjzbatuese. Hedhja e rasatit të Koranit është pjesë e një politike më të gjerë për mbështetjen e peshkimit dhe akvakulturës. Zëvendës ministri i bugjesisë, Arjan Jauplari, i pranishëm në aktivitet, deklaroi se edhe këtë vit do të hidhen 2 milion rasat në liçenin e Ohrit. Ai theksoi rëndësinë e Koranit jo vetëm si një peshk karakteristik i liçenit, por edhe si një resurs që duhet mbështetur përmes politikave shtetërore. Sot jemi në qytetin e freskët të Pogradecit, qytet i cili freskinë ja jep liçeni, dhe ky liçen tashmë nuk është vetëm një liçen që jep freski, por i jep edhe peshkun Pogradecit, dhe kultivarin atë rasatin më të mirë që ne kemi dhe peshkun më të mirë që e pranon liçeni është Korani, i cili vit për vit ka pësuar rritje dhe këtë vit do të hedhin 2 milion rasat të Koranit në liçen. Zëvendës ministri ngriti gjithashtu një çështje që lidhet me bashkëpunimin mes dy vendeve që ndajnë liçenin e Ohrit. Sipas tij, Shqipëria vijon të hedhë sasinë e përcaktuar të rasatit, ndërsa pala tjetër nuk e ka bërë këtë prej disa vitesh. Megjithatë, ai garantoi se mbështetja për Koranin dhe për sektorin e peshkimit do të vijojë. Dëshirojmë që edhe pala tjetër të hedhë përsëri sasinë tonë, por ka vite që nuk e ka bërë këtë gjë. Por ne do vazhdojmë, do ta mbështesim peshkun, do ta mbështesim Koranin, sepse është një, si të thuash, rasat autokton i joni, por edhe i liçenit. Kështu që sot bashkë me hedhjen e Koranit kemi dhe festën e Koranit. Çdo njeri do të ketë mundësinë për të shijuar gatimet me Koran dhe t'i urojmë një freski të mëtejshme se ditët e gushtit po ikin. Dhe ndërsa në nivel institucional flitet për mbështetjen e peshkimit, një tjetër fokus është akvakultura, e cila shihet si një mënyrë për të përballuar edhe rënien e rezervave të peshkut në rang botror. Ministria e Bujqësisë deklaron se këto dy sektor do të jenë pjesë e politikave të saj edhe në vijim. Akvakultura dhe peshkimi janë dy politikat Ministrisë Bujqësisë që do të mbështeten në vazhdimsi. Dhe ne jemi duke mbyllur kapitullin 13 dhe meqense sasia e peshkut pothuajse në botë tashmë është ulur, do të vazhdojmë të mbështesim me përdorimin e akvakulturës jo vetëm
të këtij peshku, por dhe të Koranit, ashtu siç juve edhe thatë. Kështu që politikat e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do fokusohen edhe në këtë drejtim. Por për pogradecarët, vlera e Koranit nuk matet vetëm me sasinë e tij në liçen apo me rëndësinë që ka për peshkimin. Ai është një pjesë e trashëgimisë së qytetit dhe prej brezash është përgatitur në mënyra të ndryshme në kuzhinat pogradecare. Një prej banorëve të vjetër të qytetit tregon se receta tradicionale kanë ruajtur shijen dhe mënyrën e gatimit të trashëguar ndër vite. Si që e din tërë bota, jo vetëm pogradecarët, që peshku Korani është peshku më i mirë, dhe nga salmoni, që rritet në det apo në lumë. Pogradecarët tërë jetën kanë gatuar në tava dheu dhe në tepsi, si që kemi e neve. Kemi Koran me qepë, me domate, me karotë brenda, me udhra, me dafinë dhe me borsilok, që është kjo tepsia këtu në mes. Kemi tavën tjetër këtu me najazmë dhe me verë dhe udhër. Vetëm vera është verë e shpisë, nuk është vetë nga supermarketet. Ajo është tava Koran me ara, me pak shje udhër dhe verë. Kjo, edhe kjo, me najazmë, me verë, edhe me ara, të tre janë të traditës, shumë të ershme. Pasaj ka forma tjera për Koranin, tava sa duash për bërë, për në përgjithësi sot këto lëvizin me i fjallë. Po Korani mund të apikësh në skarë, mund të apikësh në prush, po është shumë i shishëm dhe me shumë vlera. Një tjetër dëshmi për nëndësinë e Koranit në gastronominë e qytetit vjen nga kuzhinierët që e kanë përgatitur këtë peshk për dekada. Për një kuzhinier të vjetër pogradecar, historia e tij profesionale është e lidhur ngushtë me liçenin e Ohrit dhe me tavën tradicionale të Koranit, të cilën ai e konsideron një nga shijet më autentike të qytetit. Nëse jeta më ka bërë me fat, më ka bërë të jem pranë këtij liçeni, pranë këtij populli dhe pranë këtij peshku. Specia e Koranit është specia më e rrallë në botë, mos thënë vetëm, e jetuar dhe e trashëguar këtu në të liçen, e cila jeton në thellësi 300 metra, është një specie e jashtëzakonshme dhe për fatin e mirë të jetës time un kam privilegjin për ta gatuar atë këtu dhe 35 vjet më përpara. Dashuria për kuzhinën më ka lindur nga gjyqja, prindrit e mi, por dhe pasioni im personal për të qenë gjithmonë në shërbim dhe në këtë profesion kaq të bukur, por aq dhe sa të vështirë. Kështu që jam e fat që kam në dorë Koranin në çdo ditë, që e shërbej qytetarëve dhe popullit të mrekullueshëm shqiptar, pogradecar dhe mëngjer, dhe kështu që uroj që çdo shqiptar, çdo qytetar i këtij vendi, këtij atdheu, të vi këtu të frekuentoj këtë mirësi, këtë bukuri, këtë ushqim, i cili është më së miri i gatuar jo vetëm nga ne kuzhinierët që kemi vite që punojmë, po dhe nga çdo anvis dhe çdo familjar i banueshëm në këtë qytet. I gatuar është pa diskutim që është gara apo edhe gatimi në tigan, por ajo që është më e rëndësishme dhe e trashëguar ke ne, dhe ajo që unë kam pasion është vetëm tava. Nëse më vjen një porosi tave, unë them që sot kam bërë një gjë të bukur. Është mrekulli të shërbesh tavën e Koranit në Pogradec me atë traditë dhe kulturë që kemi ne vendalinë të qytetit, jo atë çfarë na servirin disa kolega apo shokë tanët që vinë me të tjera modele. Kjo traditë gastronomike duket edhe në restorantet e qytetit, ku Korani vijon të jetë ndër peshqit më të kërkuar nga klientët. Për restorante tradicionale, tava mbetet zgjedhja kryesore, ndërsa gatimi në skar është një tjetër alternativë për turistët dhe vendasit. Një prej kuzhinierëve të restoranteve pogradecare tregon se kërkesa për Koranin është e vazhdueshme dhe se këtë vit, pavarësisht një fluksu më të ulët krahasuar me periudhat e tjera, sezoni turistik ka sjellë një aktivitet të qëndrueshëm për bizneset. Shumë i kërkuar. Të veçantë sepse është i veçantë nga natyra. Klientët e kërkojnë, neve jemi të kënaqur që vinë çdo ditë. Prandaj jemi dhe këtu sot, kemi se aq sa mundemi, se lokali ka shumë gjëra për të reklamuar, por neve kaq mundëm, kaq sollëm sot. Edhe ju ftojmë të gjithëve të i provoni. Në fakt, si e preferojnë turistët të gatuar? A ka një përzgjedhje? Neve jemi lokal tradicional, familjar mund të them. Edhe bëjmë gjithmonë pothuajse të njëjtat gjëra dhe njerëzit janë të njëjtit, edhe i shikojmë shumë mirë, të njëjtit njerëz dhe jemi të lumtur për këtë. Kryesisht tavë.
Ka dhe që duhen në zgar, po kryesisht tava është me kërkuara. Vetë duhet piqet nga dalë. Do ko. Do pa ko, duhet të mos mërziteni juve që ta prisni tava. Se është me të rëndë. Si ka qenë kjo verë sa i takon turistëve për ju? Më shumë vendas, më shumë të huaj interesi? Ka dhe vendas, po të huaj pak më shumë. Sezoni është i qëndrueshëm, nuk është si vitet e tjera me plot fluks, po puna është e qëndrueshme dhe shumë mirë. Nuk mund të qaj. Nga thellësitë e liçenit të Ohrit deri te tavolinat e restoranteve, Korani mbetet një prej elementeve që identifikojnë Pogradecin, ndërsa 2 milion rasat hidhen sërish në liçen për të garantuar vazhdimsinë e kësaj specieje. Festa e Koranit shërben edhe si një mënyrë për të sjellë në vëmendje traditën, gastronominë dhe lidhjen e qytetit me liçenin, një pasuri natyrore që peshkatarët kërkojnë ta ruajnë, institucionet ta mbështesin dhe pogradecarët ta përcjellin brez pas brezi.